që Zotri Mustafa është njeriu i fundit që mundet m'ju drejtu një deputeti për edukat dhe duke ja përmendur familjen. Për dy arsye shumë të thjeshta. E para, sepse nuk mund të na shes moral dhe etik. Një njeri i cili mas pari... Lutem sinqerisht, lutem mos na e prish pa nevojt, lutem. Po ai më akuzoi për edukatë dhe për familje. Ta shumë pi tregoj pse ai është njeri i fundit që ka të drejtë të bëjë kësi deklarata, sepse ai është mashtrues po të tu në verën e kalume. Qysh mundet me shit etik një njeri i tillë? Lutem mos. E sa për familje, lutem, dëgjoj mos të ndërprer. Kërimin me biznes familjare bën kë. Qysh mundet me akuzu një deputet për... E dyta, ne gjatë gjithë kohës dham argumente. E para, arsyeja se si në 5 instanca dëmtohet gjyqësori. Kjo nuk është një lloj si zoti kryeministër. Në 5 instanca ju po krijon një entitet paralel mbrana drejtësisë. Nuk e kam personale kur gjë. Po dëmtohet sistemi shtetëror, republikan. Gjitha këto i dham si argumente. Nuk është kjo kundër juve diçka personalisht. Këto janë argumente që ju e keni për detyrë kushtetuese me mbrojtje shtetin e Kosovës dhe neve po na i mërmendja që nuk e keni bë këtë gjë në mënyrën më të mirë të mundshme. A kemi drejt ta themi këtë? Natyrisht që e kemi. E sa i përket rekomandimeve vendos seanca se cilat rekomandime shkojnë. Faleminderit, vazhdojmë nderuar